Ndërsa ke pjesa këtej është tema për liçenin brenda shpellës, ku e paguaj shumë të pastër, ama nuk mundet më përdor për pije, sepse ka shumë gërqele në sipërfaqe. Ti jesëm në shpellë me bëmi më shumë. Ndërsa në pjesa këtej i kemi dy llojet e kristaleve. Janë pjesa e stalaktiteve që rriten nga lart poshtë. Pastaj kemi edhe pjesën e stalagmiteve që rriten nga poshtë lart. Pra këto dy kristalet rriten nga 1 mm çdo vit. Edhe kur një stalaktit dhe një stalagmit takohen apo bashkohen, e krijojnë një kristal të plotë që ndryshe quhet stalakta. Pjesa këtu është stalaktoni më i vjetër brenda shpellës, ku sipas këtij kristali, ekspertët thonë që shpella është e vjetër deri në 80 milion vite. Pastaj kemi edhe ky kristal këtu lart, që është emërtuar si mjekra e Skënderbeut.